Rruga në drejtim të pikës turistike të Thethit është bllokuar si pasojë e rënies së ortekëve. Për shkak të situatës së krijuar gjatë orëve të mesditës së të enjtës, autoriteti rrugor shqiptar dhe policia kanë vendosur mbylljen e këtij segmenti rrugor deri në orët e pasdites, kur pritet ulja e temperaturave dhe shmangja e rrezikut nga ortekë të tjerë. Mjetet e rënda kanë pastruar gjatë orëve të paradites segmentin nga Boga në drejtim të Qafthores, por në orët e mesdites, rënja orteqeve ka bërë që rruga të mbyllet sërish e përpasoj, autoritetet kanë vendosur të ndalojnë qarkullimin. Në njoftimin e shpërndar për mediat, ARSH bën me dije se si pasojë e rënies së ortekëve në zonën pranë tuneleve panoramike, rruga u bllokua për arsye sigurie. Qarkullimi do qëndrojë mbyllur për të gjitha automjetet, përfshirë dhe ato borpastruese, pasi zona paraqet rrezik të lartë për kalim. Drejtuesve të automjeteve ju bëhet thirrje të respektojnë sinjalistikën, të shmangin këtë aks dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për përditësime. Policia rrugore e Shkodrës ndërkohë ka vendosur patrullat për të shmangur çdo lëvizje të mjeteve që do të tentojnë të drejtohen kësaj pike turistike.